أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Falënderoj Allahun dhul Xhelal, selam e salavat për Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Në dersën e fundit e kena marrë disa mësime, po dobi apo më shumë më thënë një përshkrim të besimit pra çush janë nisë dhe ku duhet me të çu. Pra jena mundu që me nënvizu rëndësinë e njohjes së Allahut, s'pari si Zot. Pra me ditë që Allahu është Zoti në kuptimin e zotërimit. Pra nëse themi kush zotëron gjithçka në mënyrë absolute, atëherë është Allahu i Madhëruar. E Zot në tjerë, në zotërimin pra relativ pastaj, të pjesëshëm, mujë me gjithë tjerë, i Zoti i shtëpisë, pra që zotëron shtëpinë e kështu me radhë. Po kena thënë që kjo nuk është të mjaftueshme, meqense veç me njohë ekzistencën e Zotit edhe një krijuesi gjithëposhtetshëm, nuk është e mjaftueshme se nuk e përmbush urdhrin e tij, edhe nuk e përmbush synimin pse jemi kriju. Prandaj kena thënë që mas kësaj, mos e tani që në dorë Zotit është gjithçka, që Zoti na ka krijuar secilin prej neve, edhe kështu me radhë, kena thënë që pastaj secilin adhurim duhet më ia kushtu që ti Zoti na ka kriju. E që i vjen duhet me njohë Zotin si i adhuruari, jo vetëm si Zoti. Duhet me njohë Allahun e para si Zoti, apo si i adhuruari, dhe kena përmend disa prej cilësive të Allahut, në mënyrë që përmes tyre me njohë Allahun e Madhëm. Kena pasur një detyrë shtëpie, rroj që me pa kry, pra nuk piu pyes, po thjesht po shpresoj që keni kry, që kanë që me lexu për disa emra të Allahut, e pastaj më mundu kuptimet e tyre me apliku në përditshmëri. Pra këna thënë nëse lexojmë për Allahun që është i mëshirshëm, pastaj më mundu me tregu mëshirë ndaj krijesave, pra në aspektin njerëzor. Sot inshallah me lenin Allahut do na më prek pak disa prej ndryshimeve që ndodhin në jetën tonë kur e njohim Zotin. Pra nëse marrim vesh në mënyrë teorike, me mësu kush është Allahu ose kush është Zoti, Zoti im është Allahu, kështu, do të thënë edhe nuk krijon frytet, në realitet nuk po besojmë që ato që na duke deklaruar me gjuhë. Në moment që ngjizet besimi në zemër, atëherë ai duhet patjetër me prodhu rezultat edhe me prodhu efekte konkrete. Për këtë arsye, do të më përmend disa prej tyre që inshallah me lejen e Allahut me kontrollu her pas here, me rifresku besimin tonë, edhe me pa i kena çdo efekte apo nuk i kena. E para, pra kur e kupton ekzistencën e Zotit për një, edhe pranon Allahun që përveç që e pranon si Zot, e pranon që duhet me adhuru të vetmin, atëherë qëllimi i jetës tonë, pra qëllimi kryesor, objektive, motivit që të shtyn më uqun më ngjese me nisë me punu, e merr një kuptim tjetër komplet. Pra, para kësaj njohje, qëllimi jote është me ekzistu. Ndërkaq pas kësaj njohje, ekzistenca jote është me qëllim që me adhuru Allahun e Madhëm. Prandaj gjithçka vihet në shërbim të këtij qëllimi madhor. Thot Allahu i Madhëm, thot men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Thot kushdo që punon vepra të mira, qoftë mashkull apo femër, pra qoftë burr apo grua, edhe është besimtar, ka me jetu një jetë të mirë, edhe kena me shpërblimin më të mirë për shkak të punëve që i ka bërë. Pra, që kjo veti e ngritur, që ti jetë ashtu e njohë Allahun e Madhëm, që ti e keni Zot në jetën tënde që i përkushtohesh plotësisht. Duhet me ta dhënë rezultatin e parë një jetesë të mirë në këtë botë, një rahati dhe një qetësi, i cili vjen si rezultati besimit, sepse besimi në jetë mbush jetën me kuptim. I jep jetës qetësi dhe rahati për besimtarët në jetën e tij, pavarësisht rrethanave, pra pavarësisht në çfarë rrethana është, në çfarë sikleti është, çfarë gjendje është në të jashtmen e tij, e brendshme e tij, mbushet me qetësi, edhe kjo është argument pra për Allahut të Madhëm, thotë, kushdo që bën vepra të mira, vepra e mirë fillon me besimin në Allahun e Madhëm. Prandaj themi që ai që nuk beson, çfarë do vepër që e bën, nuk mund të më quajë të mirë. Pra, dikush që i mungon nishi, sa do zero që ishton, mbetet prap zero. E çaj nishi është që me njohë Allahun e Madhëm. Njohja e Allahut të Madhëm në ato dy nivele që i tham, me njohë mas pari si zotërues gjithçkaje, si furnizues gjithçkaje, pastaj duhet me pru edhe njohjen e Zotit si adhuruar i vetëm, neve pastaj na jep domethënë na kupton jetën në secilin aspekt, të jep motiv. Çfarë do angazhimi që i ke? Para parasysh, je mjek, je arkitekt, je hoxh, çka do që je, të jap një kuptim tjetër.
Se nëse e bën për hir të Allahut, madhnum, pastaj s'ka rëndësi këndvështrimi i njerëzve apo qysh të kçyrin njerëz për punën që jetu e bën. Pra po ka rëndësi a jetu e fitu apo si jetu e fitu kënaqësinë e Allahut madhnum. E që kjo sa më e fortë që është, pra që kjo bindje, që kjo vetdije, sa më e fortë që është, çaq më e lehtë është jeta. Sa më dobët që është, çaq më e rëndë është jeta. Kur mungon, atëherë jeta është tmerr edhe tar, Allahu na ruaj prej saj. Pra, moment që ti e din që jetu punu korrekt, që jetu punu drejt. Edhe Allahu madhum është të kçyr, pra po të mbi kçyr. E din se cilën lëvizje që e bë. E din çka ke në zemrën tënde. Po punë e madhe dikush që thotë ky e ka për ato, ky e ka për këto. Pra punë e madhe që thotë dikush, sepse ti i ke rahatin e brendshme se lidhja jote është drejt për drejt me Allahun e Madhëm. Prandaj njohja e Zotit, pra i përgjigjet pyetjeve kryesore një. Kush jam unë? Pse jam këtu? Ku po shkoj? Pra, kush je ti? Je rob i Zotit, je rob i Allahut. Kur gjë më shumë, kur gjë më pak. Pra, pse jam këtu? Je këtu për me adhuru Allahun. Ku jam duke shku? Je duke shku tek Allahu i Madhëm. Pra kemi shku drejt vdekjes e pastaj pas vdekjes kemi ringjall, rrjedhimisht kemi dalë për Allahut Madhëm. Kemi dalë për Allahut Madhëm me amelet tua, pra me punët tua, me veprat tua kemi dalë për atij. Pastaj kemi gjykuar dhe kemi testuar për sinqeritetin që i ke pas. Kjo vetdije edhe kjo qartësi që ti e krijon duke e njohur Allahun e Madhëm, ti jep komoditet pastaj që ti më drejtu Allahut Madhëm drejt për drejt. Pra, moment që nuk ekziston kjo njohje, pra nuk e njeh Zotin ton, nuk e njeh Allahun e Madhëm, s'ke mënyra qysh me u lidh, pra me ndërtu raportet veçanta drejt për drejt me Allahun e Madhëm. Prandaj na i shohim njerëz që nuk e njohin Allahun e Madhëm drejt për drejt, çka bën? Duhet me gjetë një vorr, duhet me gjetë një gur, duhet me gjetë një dru, duhet me gjetë dikon që me ndërmjetësojë me shkak të Allahut. Pse? Se nuk e njeh Allahun edhe nuk din me u lidh drejt për drejt me Allahun e Madhëm. Atëherë kur i kullohet besimi, kur i qartësohet çështja, pra që Allahu dëgjon, që Allahu është i mëshirshëm, që Allahu është ai që të furnizon, që Allahu është ndëshkuesi i ashpër, që Allahu është më i madh, që Allahu e shikon edhe mbikëqyr gjithçka. Pra i njeh tiparat e Allahut, cilësitë e Allahut gjithmonë. Edhe pastaj ato i mëshiron veten tënde në kuptimin njerëzor ajo hyjnor të Allahut Madhëm. Pra, kena thënë që Allahu është bujar dhe njeriu mund të mos bujar, por bujaria e Allahut në bujarinë e njeriu është e pakrahasueshme, sepse bujaria e Allahut na përfshin gjithë neve. Madje nga bujaria e Allahut përfitojnë edhe jo besimtarë. Madje nga bujaria e Allahut fitojnë edhe gjesendet e ngurta. Vetëm për shkak të bujarisë së Allahut qëndron kjo tokë çysh është, ky diell çysh është, kjo hënë çysh është e kështu me radhë. E kundërta çka është? Pra në vend që me jetu me lumturi, jeton hutim dhe zbrasti. Pra në moment që ti nuk don me kuptu vërtet qëllimin tonë këtë ekzistencë. Pra s'dan me u mundu me dhënë përgjigje pyetjeve të vështira. Çka është pyetja e vështirë? Çka ndodh mas vdekjes? Pra moment që ti ballafaqohesh me këto, ose një jo besimtar ballafaqohet me këto, ai met në vend nuk din çka më thon. S'ka kurrë. Pse e ardh këtu? Çysh është ekzistenca e kësaj bote? Çysh ka ardhur në ekzistencë? Domethënë jetë në vend numërim, i thënë. Domethënë vend vetë. S'din më çka më thon, të shlajfit vend. Nuk din çka më thon. Pse? Për shkak që i mungon njohja e Allahut. E çysh mundet të mëkon jeta e këtij njeri? Thot Allahu në Kur'an: "Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma." Thot kush ja kthen shpinën në udhëzimin tim, ka më pas një jetë të vështirë dhe në ditën e gjykimit kena më ngjallë të verbër. Pra, çfarë dallimi i madh mes atij që bën vepra të mira, qoftë mashkull apo femër, i cili jeton një jetë mirë, pastaj kur kthehet te Allahu ka shpërblim më të madh, edhe mes këtij i cili jeton një jetë të mërshme, të ngushtë në këtë botë, ndërsa në botën tjetër pastaj jetë ngjallë të verbër. Pse nuk ngjallë të verbër, o Zot? Për shkak që ti i ke injoruar shenjat e Allahut, ajetet e Allahut, mësimet e Allahut, e ke injoruar Kur'anin, e ke injoruar mësimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra e ke zgjedhur verbërinë përpara kësaj feje pa kurrë arsye, prandaj thot Allahu i Madhëm e ngjallët të verbër. Tjetra është që e keni lloj të paqes në zemër edhe një qetësi në shpirt. Pra, lumturi të brendshme, zemër ku mbizotron paqja, edhe në njëjtën kohë një shpirt të qetë. Thot Allahu në Kur'an: "Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ila bi dhikrillah tatma'innu al-qulub." Thot ata që besojnë duke përmendur Allahun, zemrat e tyre qetësohen. Thot padyshim se me përmendjen e Allahut zemrat qetësohen apo stabilizohen. Pra, një besimtar i cili e ka kalu sfidën, pra është bo besimtar, apo një njeri i cili është ballafaquar me këto
të vërteta me këto kuptime. Në veçanti nëse nuk është rrit me një edukim të mirëfillt fetar. Edhe këto gjërat, të cilat normalisht në dom do të më marr në shkollë fillore, i merr dikur mas fakultetit, pra dikur shumë më vonë. Atëherë domethënë e vrejnë dallimin mes të jetuarit i udhëzuar dhe të jetuarit i pa udhëzuar. Për to kena shembuj shumë. Sa tregime, sa njerëz na kanë tregu që nuk kanë mujt me gjetë qetësi as në disko, as në dalje, as në substanca të ndryshme, narkotike, as në alkool, as në pare, as në kurrgjos kanë mujt me gjetë qetësinë dhe ëmbëlsinë që e kanë gjetë pas udhëzimit. Kjo është rezultati i një qetësie që zemra e fiton në moment që hapën dyert që me fut Allahun e madhum kuptimin e përmendjes, sepse Allahu i madhum është mbështetjen tjetër. Pra, kuptimin e përmendjes. Duke përmendur Allahun, zemra qetësohet. E kjo përmendje duhet më u shoqëruar me vetdijen e besimtarit se çfarë duke thënë. Para mendoj çka duke thënë, je duke thirr Allahun Zotin e gjithë fuqishëm, e gjithë përshtatshëm, edhe në moment që ti e thret ai të përgjigjet ty. Në moment që të përgjigjet ti i ke të hapun listën me shkruaj nevojat e tua, me ia shpreh Allahut madhnom. Në moment që ti shkruan nevojat e tua te Allahu i madhnom, e ke sigurinë që ato nevoja kam i dëgjuar Allahu dhe kam i përgjigj atyre. Pra, është një varg i kuptimeve të cilit besimtarit në vazhdimsi e ushqen me qetësi. Prandaj, një besimtar i cili e njeh Allahun e madhnom, e ka këtë dhuratë për Allahut e madhnom këtë botë. Pra, për mëshirës edhe bujarisë Allahut e madhnom, e ke këtë dhuratë. Për ndryshe, edhe pa këtë dhuratë. Edhe sikur të shkon jeta e rëndë, edhe mas njohjes Allahut. Pra, kishim pas hesab, kishim pas llogari, që më u përkushtu fesë dhe njohjes Allahut, për shkak shpërblimit që na pret mas vdekjes. Ama jo, Allahu ta ka dhënë pra, që kena përmend fjalën e Sheikhul Islamit që e keni në xhenet këtë botë para se me shku në xhenetin e botës tjetër. Sa kena vllazën ton Allahu i dhëroft Gaza që janë duke përjetuar. Vallai kanë ardhur transmetime për atij, thotë, pasha Allah nuk kena as bukë, nuk kena as ushqim, jena domethënë gjendje të mërshme. Megjithatë, e kena një rahati dhe qetësi në zemër edhe besim të fortë që fitori ka marrë me emrin e Allahut. Domethënë çerimi ka marrë me emrin e Allahut. Kjo vazhdimsi që ne tu i përjetu kanë marrë me emrin e Allahut. Ku e gjen qetësi? Ku e gjen çet mbështetje? E gjen vetëm në besimin në Allahun e Madh. Para mendo veten tonë kur e kanë gjendjen më të vështirë. Para mendo se secili për neve jena përballë ose edhe kena më përballë me situata të vështira. Para mendo veten tonë të çet gjendje kur e kanë. Allahu më me mëshirën e tij, ti ka qenë rrugt edhe ta hallon qetësinë edhe vetbesimin, edhe besimin në Allahun edhe mbështetjen tek ai. Prandaj pa marrë parasysh me çka ballafaqohesh, ti ke armën më të fortë. Cilën ta hallon Allahu më ai është durim. Thot Allahu më në Kur'an, ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, inna Allaha ma'as-sabirin. O ju që keni besu, kërkoni ndihmë me durim edhe me namaz. Vërtet Allahu është me durimtar. Pra kërkoni ndihmë te Allahu i Madhnom, ndihmoni te Allahu i Madhnom me dy gjëra. E para thot me durim edhe e dyta është me namaz, e pastaj thot Allahu është me durimtar. Pra, bon sabër, sepse sabri është ai i cili tyje të vjen në moment që ti e beson Allahun e Madhnom. Kur e ke besimin në Allahun e Madhnom, ke arsye për me bëj sabër. Unë nuk e di ku gjen arsyen jo besimtar me bëj sabër. Pse duhet me bëj sabër? Pse duhet me vazhdu jetën dikush që nuk beson në Allahun e Madhnom? Aq më keq që nuk beson në ringjallje. Pra, pse duhet më i duru? Pse duhet më i duru peripecitë e jetës nëse nuk ke besim në Allahun e Madhnom? E na kena motiv shumë të fortë, sepse na e dim që mas vështirësisë vjen lehtësimi, madje vjen dy lehtësime që është në surën alam nashrah laka sadrak, pra al-inshirah. Pra e dim që na vjen lehtësime me lejen e Allahut Madhnom. Allahu është me durimtarët. E para prash kërkon ndihmë për Allahut me ta dhënë durimin, edhe e dyta është sala, që sala përveç që ka kuptimin e namazit, ka kuptimin edhe të lutjes. Lutju Allahut Madhnom, se e ke çel llogarinë, e ke çel raportin. Përkundër prej jo besimtarit. Pra, ata mund me pas çka do. Nëse nuk e kanë Allahun, nuk kanë kurrë. Na mund mos me pas kurrë. Po përderisa e kena Allahun, kena gjithçka. Sepse në dorën e Allahut është gjithçka që na dojmë, edhe s'dojmë e që është të mirën tonë Allahu me fuqinë e tij na dhuron. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e përshkruan gjendjen e besimtarit, që keni këtë hadith besoj me 10 herë nëse jo me qindra, thotë ajaban li amri al-mu'min. Thotë është e çuditshme gjendja e besimtarit. Inna amrahu kulluhu lahu khair. Thotë çështja e tij apo puna e tij për to gjithmonë është hajër. Po për besimtarin, për vetë besimtarin, për çto
i cilin se si më thon thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është hajër. Thotë wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Thotë e kjo nuk është për kurrë tjetër. Ky fakt nuk vlen për kurrë tjetër vetëm se për besimtarin. In asabathu sarra'u shakara fa kana khayran lah. Thotë nëse e ka ndonjë gëzim, e ka diçka që gëzon, që e kënaq, thotë është falendërues ndaj Allahut më shumë, është mirënjohës, sepse e din që burimi i të mirave të tij është tek Allahu më shumë. E që kjo njohje për kujt ka? Për besimit fitestar në Zotin e pastaj që Allahu është pra i adhuruari. Wa in asabathu darra'u sabara fa kana khayran lah. Ndërsa nëse godet ndonjë diçka që dëmton, edhe përdoret fjala darra, që është domethënë darrar është me të shkaktuar ndonjë dëm. Pra nuk është thjesht ndonjë e keqe, pra ndonjë dëm që ty dëmton për një me. Qoftë ky dëm material, qoftë dëm shpirtëror, pra diçka që ty dëmton, që të shkakton indinjat, që të mërzit, e thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndoron edhe kjo është e mirë për besimtarin. Pra nuk ka besimtari çush më kon keq. E treta, mas njohjes Allahut, duhet me pësu një transformim moral edhe i sjelljes. Pra nuk ka mundësi një besimtar, një njeri, i cili nuk e njeh Zotin, nuk e din që ka gjykim, më usill me një njeri që është i bindur se është Zoti, që duhet me dalë para Zotit, që duhet me gjyku para Zotit, e që ka shpërblim edhe ka ndëshkim. Nuk ka mundësi pra më kanë. Prandaj shumë herë shohim që kur flitet për normat morale, e shohim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lidh drejt për drejt me besimin. Pra, vjen çështja për fqinjin, thotë ai që beson në Allahun në ditën e fundit, le të kujdeset që mos më i bë dëm fqinjit, apo për mysafirin, thotë le të kujdeset që me nderu mysafirin, apo thotë ai që beson në Allahun në ditën e fundit, ose le të flet mirë, ose le të hesht. Thonë këtë pjesë morale të etikës, mirësjelljes. Ku lidhet këtu besimi me morale dhe me mirësjellje? Pra, me gostit mysafirin, me nderu mysafirin, mos më i bë dëm fqinjit, me fol fjalë të mira, shumë rrallë pranë hadithe që kanë bënë me ti. Am pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i lidh me besim. Sepse dikush që beson në Allahun e mund duhet me pësu këtë transformim. Duhet mu transformu në aspektin e besimit, në aspektin e moralit. Pra, nëse dikush ka besu edhe ka met prapë vrasht, edhe ka met prapë sharaxhi, ka met prapë që i bën dëm tjerëve, edhe ka met prapë që është i pasjellshëm në folën e tij, ecmën e tij, raportet me njerëz të tjerë. Pra, nuk ka ndru kur gjë morali i tij, atëherë do të thonë që defektet me gjast të mëdha janë në besim. Duhet me kështu çka po beson. A ka mirë besimin në Allahun e Madh. Prandaj është shumë e rëndësishme që na prej fillimit me ngulit thellë në zemrën tonë dhe në mendjen tonë dhe në shpirtin tonë që duhet patjetër me u lidh mirë me Allahun e Madh. Me njoh mirë kush është Allahu i Madh. E kjo bëhet pra duke i mësu emrat edhe cilësitë e Allahut të Madh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e përmend termin al-mu'min nëse e përkthejmë është besimtar, pra rënien e ka te iman. Iman është pra imani, besimi. Thotë akmalu al-mu'mini imanan ahsanuhum khuluqan. Besimtari më i përsosur në iman është ai që ka moral më të mirë. Hadithin e shënon në Tirmidhiu dhe ka saktuar Sheikh Albani. Pra, imani i besimtarit, përsosja e imanit besimtarit është e lidhur me sjelljen e mirë. Prandaj mos të dikush, mos na shet na thotë që sjellja e mirë këto shumë mirë sepse këto janë vlera universale, po këto janë çështje dorës dytë, tretë, katë të kujdun. Jo, në thelbin e besimit. Sepse këto tregojnë nëse ke kuptuar sakt apo ke kuptuar dallash, çka i bën me besu në Allahun e Madhëm. Prandaj edhe Allahu i Madhëm neve na motivon që gjithmonë me kanë të ndërgjegjshëm dhe të vetëdijshëm që janë mbikëqyrur nga Allahu i Madhëm, edhe në jetën ku na thret që me kanë sinqert. E prej damkave më të këqija që njeriu mund të pas në sjelljen e tij është mungesa e sinqeritetit. Thotë Allahu në Kur'an, ja alladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin, o ju që keni besu, keni frikë Allahut dhe qëndroni me ata që janë të sinqertë. Pra, kjo është baza, pastaj e gjitha shturjeve të tjera morale. E sinqeriteti mas pari kuptohet, njeriu duhet me pas në vetën e vet, me ditë çka po don, ku është të shku. Çka e të dosh me këtë jetë vëlla? Apo të ka musliman, po më kanë musliman nuk është çush don ti, po çush ka thënë Zoti. Ta këshurim Kur'anin ta qelim, e shumë çfarë shumë Kur'an. Çka duhet me musliman? Të këshurim hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atë them çka po don Allahu më. E jo ty çush takon, e ty çush don. Pra, ti nuk je i sinqert me veten tonë, mos pari çka e të dosh për jetës tënde. E dyta, më kanë i sinqert me Allahun e Madhëm. Pra më kanë i sinqert me Allahun e Madhëm në moment që ti thu, për shembull, ka shumë njerëz që nuk smuj më fal.
Po si je sinqert me Zotin. Ti e din që mundesh, sepse Allahu nuk të obligon me çato që s'mundesh. Unë s'muj me agjëru. Unë s'muj me dhënë zakat, se sa e nisa që thashë, s'muj me nxjerr pasuri. Nuk ju mund. Unë s'muj me shku në haxh. E mush me bë 500.000 çefe të tjera, a nuk mush me shku në haxh. Pra si je sinqert. Pra thelbi i shumë problemeve është nëse e kishin nisë edhe më kon të sinqert. Spari me Allahun e Madhun, pastaj me spari me veten, pastaj me Allahun e Madhun, edhe pastaj edhe me njerëzit në përgjithësi. Sa situata të këqija ishin të i kalu, nëse njerëzit domethënë ishin kon sinqert edhe kishin gjetur udhëzimet e Allahut më Madhun. Tjetra është që për këtë transformim të madh në sjelljen e njeriu është që nuk guxon më pas sjelljet e munafikut. Pra e dim që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i përmend mes tjera thotë që munafiku kur flet gënjen, kur premton nuk e mban premtimin, edhe kur i besohet diçka ta thon. Veç para mendohet ashti njerëz po dhe vetën tonë dhe analizojë që një edhe situatët tua që i pas një jetë e që lusë Allahun që më smeran në këto sa shumë probleme shkaktojnë këto e pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i lidh me besim. Kjo është pointa e pra me rajt thotë është diçka që buron prej mungesës besimit sepse munafiku e pretendon besimin ndërkohë që nuk e ka. Me premtu dhe mos me mbajt premtimin është mungesë e besimit. Ku sa njerin e diskualifikohen e diskrediton me këtë. I thu, domethënë, ne s'kena drejt, domethënë, mi thon çafir dikujt, se për ndryshe me çeto, domethënë, ka gjatë shumë njerëz, domethënë, kishe mujt mi thon që ja, mos e fal, nisja shahadetin, gustin edhe këtë. Pra, të premton ose mban premtimin. Edhe e treta, domethënë, ti i beson diçka ai tradhton. Mama vllazë më ta thash ti në besim. Unë erdha të besova, ti ta kallzova në hall tani. Pse shkova më par hap kre? Ose janë kanë ortak, janë kanë me një biznisa, po e di unë me një punë, edhe moment që ka dalë në diçka, krejt, komplet lista. Tash në të kallzoj 5.92 që ki bo. Krejt i qëtë, dhe me thënë, e tradhton besimin që e ka pas. E kjo është, dhe me thënë, shenjë e mungesës besimin. Pra e në të folë, jena në kapitullin e besimin. Nuk jena në kapitullin e moralit. Që më i folë për vlerat morale në përgjithësi. Jena në kapitullin e besimit. Pra mungesat në besim i shkaktojnë krejt këto probleme. Prandaj Allahu, më thënë, e lidh dashurinë e tij me sinqeritet. Thot Allahu i Madhum, inna Allah yuhibbu sidqa fil qawli wal adli fil hukm. Thot Allahu i Madhum e don sinqeritetin në fjalë edhe drejtësinë në gjykim. Pra e don. Allahu i Madhum na po themi që po besojmë Allahun edhe po dojmë me njohë dhe po dojmë me adhuru. Çka po don Allahu? Po na thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu e don që ti më qenë sinqert kur flet. Edhe don gjithashtu që më qenë i drejtë kur gjykon. Para mendoj domethënë sa shumë çështje të kryhen veç me çet hadith. E me hadithe tjera ku mësojmë për Allahun e Madhum, atar mësojmë edhe shumë çështje tjera. E dyta prej kësaj pjese është që kur ta njohim Zotin, pra besimtari që e njeh Zotin, e ka motiv të plot për me i bo veprat e mira. Pra, sa ma e vogël ketë njohja jote për Zotin, aq më i vogël është motivi jote për me bo mirë. Pra, me bo veprat mira, dhe këtu i kena për qëllim ma shumë adhurimin. Pra, dikush kur s'falet, me njerë këshyre, se sigurisht nuk e njeh Zotin. Se me bo me njoh Zotin qysh duhet, nuk kish pas mundësi mos më falë. Pra, dikush i cili është të nejtë, veç e rritë qështu. E nuk është të shfizu me bo dhikër, këvështë me një Zotin. Se me bo me një Zotin, sa shumë e donë dhikërin, e sa shumë përfiton për dhikërit, ajde me thonë ish motivu që me bo që të vej për të mirë. No, a është të nejtë se të nejtë, kur gjosje të bo, po thujen e dhikër. Se desha me thonë drejt që e mortë, po. Me la që e mortë. Po, thujen e dhikër, Allah, shfizoje ku si i të nejtë. Pse si e të e shfizu? Edhe shembuj tillë ka shumë. Edhe treta për kësaj që jemi të transformimi i sjelljes dhe moralit është njohja e Zotit demotivon apo dekurajon me bëj gjunoha. Para mendoj je veç vetëm, s'ka kurkush. Je kompjuterin përpara, mundesh me hyj me kështu se në flishta, mundesh me hyj me kap në internet me najka, me shoh me bëj çka dush, po çka pengon ty kur çu, tastierën e ke, kompjuterin e ke, veç dush me shkruaj. Kur çu, do të thënë çka që je larg gjunohit, ama çka të nal? A din që Allah është të qërë. E din që kjo nuk të ka hije. Të e din që Allahu po të shë.
E din që për çeto kemi dhënë përgjegjësi. Nesër në ditën e gjykimit kemi dalë për Allahut më dhum, edhe kemi thënë o robi jam veç vetë je kon. Po pse se shfryzohej që atë vetëm që më trosh raportin me mua. Po ty e shfryzohej që më largu sa më shumë. Për çka i të rrjedh ç'kjo guxim le të them, ç'të budalla, se për çka i të rrjedh për mungesës së besimit. Pra kthehet prapë te thelbi e që është besimi dhe njohja e Allahut në mënyrën më të mirë. Ai që e njeh Allahun e madhnuar, në vend se më shfryzu për gjunohe, ai e ka shfryzu për shembull, ku ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që janë 7 grupe të njerëzve që kanë mëkon në hije, në ditë kur s'ka hije tjetër përveç hijes së Allahut. Për ty në është një dikush që kur është vetëm, kur e kujton Allahun, ja nis me kohë, i rrjedhin lot syt. Para mendoj me bot kundërtën tashti, domethënë çfarë humbje edhe çfarë është tregon mungesë të besimit tek Allahu i Madhëm. Një dobi tjetër që i kena sa më shumë që e njohin Allahun e Madhëm, që na jep çat hayatun tayyiba, pra jetën e lumtur, të rahatshme, të lehtë në këtë botë, para se me shkon botën tjetër është që na ushqen me shpresë, me optimizëm, edhe gjithmonë e kena një këndvështrim pozitiv përballë fatkeqësive dhe sprov. Pra na e dim për hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sa herë që godet besimtarin të sprov, qoftë ndonjë xhem, Allah e pastron me çdo sprov. Me bon ditën e gjykimit me pas mundësi vetëm me pa një reels, si të shkurt që janë. Më konë të kish mujt me pa një reels, edhe me këqyr gjendjen atyne që janë të sprovum këtu. Atyne për shembull që Allah na ruaj të vdesin fëmijët, ose jesin jetim të herët, ose që i bullizojnë nëpër shkolla, nëpër rrugë gjithka, ose ata që i shtypin, për shembull i përmendën vllaznin tonë Allah i dëroft atje, ose vllaznin tonë që ujgur atje në Kin që i shtypin. Pra, veç me mujt mi pa, të kishe mujt mi pa me një këto reels sa video të shkurta, qysh jo më thanë ditën e gjykimit. Këta e kanë vetëm një merak. Pse që to sprovë nuk e kanë hala më shumë. Pra nuk e kanë merak pse janë kon shumë, po e kanë pse janë kon pak, ishin kon më shumë, gradat e tyre ishin ngrit hala më shumë. Gjunohat e tyre kishin rrah hala më poshtë, ishin fshi më shumë. E për këtë arsye, pra besimtari i cili e njeh Allahun e Madhnuar, edhe që e din që është i gjithëmshirshëm, edhe që e din që është i plot fuqishëm në jetën kohë, që me dash me fuqinë e tij më një herë këtë zullumçar, domethënë xhehenam i çon për një herë çështu, qysh janë, në sekond. Më po mshira e ti njëtën ku. Edhe plot fuqi, përkundër plot fuqisë ti, Allahu e lën për shkak të urtësisë që e ka. Sepse me urtësinë e ti, Allahu po don që besimtar me kalon nëpër këtë sprova, me u pastruar prej gjunaheve, e besimtar me shkon në xhenetet më të larta, ndërkohë që zullumçart me shkon në xhehenemet më të ulta. Pra, që ky bot kuptim, që ky qëndrim, që kjo qasje me sprovën, raportin që ndërton me sprovën, a të bën tash ty që më thon ku, çush më gjeti mua, s'pa të kërkona, çka bona unë, ku gabova unë me Zotin që merr që kjo bela, ja përkundërzi. Ti jep mas pare, thu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Te Allahu ti jemi dhe te ka kena më kthy. Pastaj e falenderon Allahut, alhamdulillah ala kulli hal, falenderoj Allahun në secilën gjendje. Pastaj i kthyer an pozitive të sprova që kanë ardhur, sepse me secilën sprovë ka dhënë pozitive. Atëra falenderon Allahun e Madhnuar, në vend se më vanku. E që kjo është ajo që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë është e çuditshme gjendja e besimtarit. E përmendëm pak që besimin në Allahun e Madhnuar i rregullon edhe marrëdhëniet me të tjerët, edhe në përgjithësi jetën shoqërore. Pra, kush shkon besimtari më i mirë që e njeh historia e njerëzimit. Domethënë mesin e krejt krijesave, cili është besimtari më i mirë, është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Mirë, nëse këtu në raportet që ka pas me familjen e vet, çfarë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot më i miri prej jush është ai që është më i miri me familjen e vet, unë jam më i miri me familjen tim. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka pas besimin më të fortë, po na tregon që nëse do të më kon më i mirë, pa është më i miri. Për kujt e marrim na modelin çush më kon më të mirë. E marrim pe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra, ti nëse don, për shembull, do të më kon programer i mirë, ti shkon e mëson çaj që është më i miri në programim. Do të më kon një arkitekt i mirë, shkon që është më i miri në arkitekturë. Do të më kon një mjek i mirë, shkon te çaj mjek më mësues që është më i miri. Nëse don me marr pjesën më të mirë. Do të më kon njëri më i mirë, shkon te pejgamberi se është njëri më i mirë, krijesa më e mirë. Ai po thotë që më i miri, nëse do të më kon më i miri, do të më kon më i miri me familjen tonë. Edhe hadithe të tjera i kombinon edhe sheh një mozaik të plot se çysh duhesh më kon në jetën tonë. Çysh duhesh më organizoj jetën tonë. Çysh duhesh më kon në mënyrë që ai besimi jot më kon i vlefshëm te Allahu i Madhëm. Apo çysh e kupton që besimi jot për një më kanë zonë vend në zemër. Për këtë arsye
unë nuk du me zgatë ma shumë, po du me përmbyll këtu, muj me thënë që një besimtar i cili e mëson Koranin, e mëson sunetin, pra e mëson fjalët e Allahut më dhëmë, fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e njeh Allahun e madhëm, pastaj do të thonë e gjen apo i jetson këto, i praktikon, e gjen mënyrën çush mi zbatu, çush mi jetsu në jetën e tij. Pra i këqyr cilat pjesë të Koranit janë për to, në çat moment të jetës, çto rrethonat e jetës. Cila pjesë të hadithit duhet mi aplikue, dhe janis me random me thënë mi apliku. Kjo është ajo for lumturia e vërtetë që mundet me gjetë njëri. Pra, moment që ti e din që je duke ecë në dritë të udhëzimit. Përveç paramendoni një situatë. Një njeri i cili është në terr. Edhe në qatë terrin e madh i ka në tona anë të rreziqet. A qoftë gropat, a qoftë gjembat, a qoftë pengesat e ndryshme që e rrezikojnë jetën seriozisht, që mund me myt. Edhe është në terr. Edhe mundohet me ecë. Ha t'ja merr mendja. Ha tek ne, ha tani. Ha tek ne, ha tani. Do të thonë nuk din ka më shku. Edhe një tjetër, i cili është njëta rrethana, ama ka një reflektor të madh. Do të thonë çysh është gjendja a mund të më konë gjendja e të parit me të dytën njëtë, ase si s'mund të më konë. Edhe kjo është dallimi ai i cili ecë nën udhëzim të Allahut madhëm, pra në dritën e Kuranit, në dritën e Sunetit, edhe i cili, të më thonë, e ignoron këtë dritë, po zgjedh thotë mund të marr një drejtim, sa ara e thënë qafën as nuk e merr vesh që është duke e thy qafën. Pra kjo është pak a shumë dallimi mes atij që është i udhëzuar edhe atij që nuk është i udhëzuar, atij që e njeh Allahun e madhëm edhe atij që nuk e njeh Allahun e madhëm. Për këtë javë, pra meqense kena bëu çdo javë me marrë një ushtrim, kanë edhe të shtëpie, pra e kena më mundu me numëru nimetet e Zotit, edhe më kon falenderus për to. Mundohem familjen tonë, me vllajën tonë, me shokun tonë, me dikon, këndon edhe nisi numëroj sa të mirat i ka dhënë Zoti. Nisja për vetit, ka dhënë të pamurit, pastaj i pamurit nuk është me defekt, ta ka dhënë mundësinë për me dëgju, ta ka dhënë mundësinë për me u artikulu, u shpreh. Pastaj nisjet e ushqimet. Caktoja një kohë, edhe nisja numëroj. Veç këqyre, domethënë sa të mirësit i ka dhënë Allahu i madh. Në moment domethënë që ti janis mi numëru mirësitë e Allahut, çfarë do mangësie që është, e haron. Sa të vjen marrë më pe Zotit, do thonë që qysh se pata unë këto ose se pata ato. Në moment që ti haron me numëru mirësitë e Allahut, atëherë çka bën? Janis vetë me numëru mangësitë, kur nuk mundesh më gjetë qetësi edhe rahati. Kjo është e gjitha. Sallallahu ala Muhammedin wa ala ali Muhammedin, alhamdulillah rabbil alamin.